Ai që zotëron mendjen e tij, zotëron gjithë botën, në një botë ku gjithçka ndryshon me shpejtësi marramendëse, teknologjia, marrëdhëniet, informacioni, presioni shoqëror, forca më e madhe që mund të zhvillojmë nuk është fizike, financiare apo sociale. Është forca e mendjes, por çfarë do të thotë realisht të jesh i fuqishëm mendërisht, nuk bëhet fjalë për arrogancë apo mosndjeshmëri. Jo. Të jesh i fortë mendërisht do të thotë të kesh kontroll mbi veten, mbi mendimet e tua, mbi emocionet dhe veprimet, pavarësisht se çfarë ndodh rreth teje. 1. Vetdia është hapi i parë i forcës, të kuptosh veten është arma e parë drejt fuqizimit mendor. Çdo emocion, çdo mendim, çdo reagim ka një shkak. Njerëzit e fortë nuk mohojnë atë që ndjejnë, ata kuptojnë pse ndjejnë kështu dhe nuk lejojnë që emocionet e çastit të shkatërrojnë rrugën që kanë zgjedhur. Ata nuk thonë jam nervoz, ndaj do të reagoj. Ata thonë, po ndjej zemërim. Por unë zgjedh si të veproj. 2. Durimi është një superfuqi në një botë ku të gjithë duan rezultate të menjëhershme. Ai që është në gjendje të presë, të punojë pa u lodhur dhe të mos dorëzohet, është ai që fiton. Durimi nuk është dobësi. Është fuqi e mbledhur në heshtje. Ai që duron, fiton në fund, Machiavelli thoshte. Ai që pret, sundon. Në kohën kur të tjerët shpërthejnë, dorëzohen apo tërhiqen, ti vazhdo, hesht, puno. Koha do të flasë për ty. 3. Mos kontrollo botën. Kontrollo veten. Një nga iluzionet më të mëdha të njeriut është mendimi se mund të kontrollojë gjithçka. Nuk mund të kontrollosh motin, as opinionin e të tjerëve, as të kaluarën. Por mund të kontrollosh një gjë të vetme që ndryshon gjithçka, reagimin tënd. Të jesh i fuqishëm mendërisht do të thotë të thuash, unë nuk mund të ndryshoj çdo situatë, por unë mund të zgjedh si të përgjigjem ndaj saj. 4. Fuqia qëndron në heshtje. Fuqia nuk bërtet. Nuk ka nevojë të shpjegohet, të justifikohet, të dëshmohet. Njerëzit e vërtet të fuqishëm nuk konkurrojnë me askën tjetër, përveç vetes së tyre. Ata nuk flasin shumë. Ata veprojnë, ata nuk kërkojnë duartrokitje. Ata kërkojnë rezultate. Heshtja është reagimi më i fortë ndaj thyrjes, tradhtisë dhe dyshimit. Sepse ai që është i sigurt për veten, nuk ka nevojë të luftojë për të bindur të tjerët. 5. Disiplina është forma më e lartë e dashurisë për veten. Shumë mendojnë se të jesh i disiplinuar është vuajtje. Por jo. Disiplina është zgjedhja për të mos e tradhtuar veten, është zgjedhja për të bërë atë që duhet. Edhe kur nuk ndihesh gati, edhe kur të tjerët nuk e kuptojnë, edhe kur rezultati nuk vjen menjëherë, çdo ditë që ti zgjohesh dhe i qëndron besnik qëllimit tënd, je më i fortë se dje. 6. Gabimet nuk të thyen, të ndërtojnë. Njerëzit e fortë mendërisht nuk kanë frikë të gabojnë. Ata dinë që çdo rrëzim është mësim. Çdo dështim është mundësi për të mësuar, për të ndryshuar, për të ecur më tej. Ata nuk e ndalin rrugën sepse u penguan, ata rindërtojnë veten mbi atë pengesë. Forca nuk vjen nga fitoria. Ajo vjen nga betejat që nuk të thyen dot. 7. Mos kërko aprovimin e të tjerëve, kërko respektin ndaj vetes. Ai që është i fortë mendërisht nuk jeton për të kënaqur të tjerët. Ai nuk përshtatet që të pranohet. Ai qëndron i palëkundur në vlerat e tij, edhe kur kjo do të thotë të jetë vetëm. Ai nuk ka frikë nga vetmia. Sepse në vetmi gjen më shumë zë të vërtet se në një turm plot zhurmë. Fundi, zhvillo mendjen, dhe bota do të hapet para teje. Të zhvillosh fuqinë mendore është si të ngresh pesha çdo ditë, por jo me duar, me shpirt, në fillim dhem. Të lodh. Të duket e kot, por një ditë do të kuptosh se je më i qetë, më i vendosur, më i qëndrueshëm. Do të kuptosh se asgjë jashtë teje nuk ka më pushtet mbi ty, dhe kjo është liria më e madhe që njeriu mund të ketë. Si fiton heshtja gjithmonë, sipas Machiavellit, si fiton heshtja gjithmonë, Machiavelli dhe arti i të mosfolurit. Niccolò Machiavelli, një nga mendimtarët më të fuqishëm të historisë politike, nuk ishte thjesht strateg i pushtetit, por mjeshtër i vëzhgimit. Në veprat e tij, ai nuk e thot në mënyrë të drejtpërdrejtë, por e nënkupton shpesh. Heshtja është një nga armët më të forta të njeriut të mençur. Heshtja është kontroll, dhe kontrolli është pushtet.
Kur ti hesht, nuk i jep armikut asgjë për të përdorur kundër teje. Kur ti flet shumë, zbulon veten, dobësitë e tua, mendimet e tua, synimet e tua. Machiavelli do të thoshte: bëj të tjerët të mendojnë. Le të hamendësojnë. Të menduarit është lodhje dhe lodhja i dobëson. 2. Heshtja krijon frikë dhe respekt, njerëzit respektojnë, madje edhe frikësohen, nga ai që di të qëndrojë i qetë, sepse në heshtje qëndron misteri, në mister qëndron ndikimi, dikush që nuk reagon menjëherë, që nuk jep përgjigje në emocion, konsiderohet si i matur, i rrezikshëm dhe i thellë. 3. Heshtja është zgjedhje, jo mungesë force. Shumë mendojnë se ai që hesht është i dobët. Por Machiavelli e dinte, të dish kur të flasësh dhe kur të heshtësh, kjo është urtësia më e madhe, kur heshtja zgjidhet me vetdije. Ajo bëhet një formë strategjie, një taktik për të fituar në heshtje, pa zhurmë, pa përplasje. 4. Heshtja ruan dinjitetin, më mirë të thuash pak dhe të vlerësohesh, se sa të flasësh shumë dhe të zbulojnë se je bosh. Machiavelli do të kujtonte, në gjykim, gjithmonë fitojnë ata që flasin pak, por me peshë. 5. Në kohë lufte, heshtja të shpëton, në kohë krizash, konflikti, intrigash, ai që di të hesht, fiton terren, të tjerët grindën, shfaqin veten, lodhen duke luftuar me fjalë, ndërkohë ti ndërton strategjinë tënde në qetësi, në fund. Në një botë ku të gjithë flasin, bërtasin, protestojnë dhe nxitojnë të reagojnë, bëhu ai që hesht, sepse ai që hesht sheh më shumë, kupton më shumë, dhe kur vjen momenti, godet më saktë. Fuqia e pritjes, sipas Machiavellit, në një botë ku të gjithë nxitojnë, në një botë që të thotë, vepro tani, fito tani, reago tani. Machiavelli do të këshillonte, mos vepro menjëherë. Mos bëj asgjë. Ende, sepse pritja është arti i të fortëve, të presësh, nuk është mungesë force, është kontroll, është pushtet, është përballja më e vështirë me veten. Të presësh do të thotë të refuzosh shpejtësinë, që të fitosh përpikmërinë. Të mos reagosh kur të tjerët provokojnë, të vëzhgosh kur të tjerët nguten, të kuptosh lojën. Përpara se të bësh lëvizjen tënde, ai që pret komandon. Machiavelli e dinte në luftë. Sundon ai që e zgjedh vetë momentin. Kur kundërshtari yt është i paduruar, ai bëhet i parashikueshëm. Kur ti je i duruar, ti bëhesh i rrezikshëm, sepse askush nuk e di se kur do veprosh, dhe kjo frikë është më e fortë se çdo goditje. Durimi strategjik është heshtje që godet. Ti mund të heshtësh sot, të mos reagosh, të mos hakmeresh, të mos kërkosh drejtësi menjëherë, por çdo ditë që pret është një ditë që ndërton pozicionin tënd, derisa momenti të vijë, dhe kur të veprosh, do të jetë me peshë, me ndikim, me rezultat. Në fund, mos u nxit, mos lejo që emocionet të drejtojnë. Pushteti i vërtet nuk është të fitosh betejën e parë, por të fitosh luftën pa u dukur asnjëherë si armik. Machiavelli do të thoshte, fitoria më e pastër është ajo që vjen pasi ke pritur aq gjallë, sa të gjithë të kenë harruar që ishe aty.